Ndërkohë që gjithë qytetarët, sidomos ata kandidatë që kanë qenë për deputet, vazhdimisht po i përcjellin këto rezultate dhe po shohin nëse po ndryshojnë përqindjet e tyre të votave, nëse do të jenë pjesë e kuvendit apo jo, dhe tashmë ka disa deklarime publike edhe sa i përket çështjeve tjera politike, siç është çështja e presidentit dhe seancave që pritet të mbahen. Për gjitha këto do diskutojmë bashkë me mua zotri Sali Rexhaj. Zotri Rexhaj, mirë se vini në Kosova Live. Përshëndetje, mirë se ju gjej. Çka mund themi për këto zgjedhje? A ka aktivitet apo jo, se të gjithë po deklarojnë që kanë qenë zgjedhje, themi kështu qeta? Po presim rezultatet, deklaratat janë aty këtu, nuk kemi parë shumë deklaratat forta. Çka mund themi për rezultatin dhe pra që po ndodh në skenën politike? Po në përgjithësi në Kosovë është kriju një kulturë e qetë, kulturë e votimit, pa probleme, pa ekscese, edhe rezultatet pranohen. Në fund, ishte fushata para zgjedhore dhe ma heret kur u blen votat, themi, nga qeveria, u keq përdor buxheti i shtetit, ato si duket nuk e kanë pas efektin as sa ka prit qeveria. Dhe tani po i presim rezultatet, unë sa po e shoh, diku ka rënien më të madhe ka psu vendosja, ndërsa gjitha partitë tjera kanë rritje. Masi unë kam qenë aleancën për Armërinë e Kosovës, ne jemi ndër subjektet që kemi pas rritjen më të madhe, nga 5.5 jemi mbi 7%, do të thotë që kemi diku 8 deputet. Unë pres pavonesht të shkojmë në formimin e institucioneve, partisë pari ta kanë kuvendi, shumica i ta kanë dikur opozitës, dhe për president besoj se kësaj radhe janë mbush mend gjithë dhe do të gjejmë një person i pranueshëm për gjithë, apo fundit presidenti dihet se nuk ka as rol të rëndësishëm sa qeveria, dhe nuk besoj se do të përsëritet në zgjedhje, sepse nëse Albin Kurti shkon edhe një herë në zgjedhje, me një qeveri ku nuk mund të kesh përdor buxhetin, ku nuk mund të blej vota, atëherë me siguri se bjen diku 30%. Pra, mashtrimi i Albin Kurtit se do të pi kafe 70, aty shtoj me 40 cent nuk i shkon tash, mund të pi një kafe me 40 cent, 40, aty janë ato atje. Nëse nuk i pëlqen, herën tjetër do të bien 30. Na këtu jemi. Po, një espresso në gjysmë ishte një shaka që e bëm në studio. Megjithatë janë fitues lëvizjave të vendosje dhe qytetarët pak a shumë kanë jep themi përgjigjen e tyre në këto zgjedhje, qoftë me daljet vogël, por edhe me ato ndryshimet që janë bërë në përqindjet tek secili subjekt politik. Dua të diskutojmë pak edhe deklarimet që po bëhen kohë pas kohe. Kishim një të zotrit Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës, që kishte disa pikpyetje që po i referohej Kurtit dhe çështjes me gazin, por mes reshtav pati themi kështu edhe një goditje për zonjën Osmania. Thot nëse ekziston edhe një kauz për cilën duhet protestuar deri në largimin e kësaj qeverie, është projekti gazit amerikan, dhe pastaj thot se është e çuditshme se sa shumë lobojnë disa persona për pozita. Pra shihet që brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës ende themi kështu ka tensione mes tyre. Po, spari nuk ka fitues zgjedhjeve, vetvendosja është e para, fituesja është ai që e ka shumicën, dhe ta shohim tash ç'është po rrjedh situata. Unë shpresoj se opozita e ka shumicën, i ka 61 deputet, dhe do ta formoj qeverinë. Sa i përket Abdullah Hotit, ai njihet si njeri pragmatik, si njeri i urtë, i kulturuar, njeri që intereson rast par fati i Kosovës, jo karriera e tij personale. Ndërsa duhet të themi qartë se udhëheqja e Lidhjes Demokratike duhet të largohet. Kryetari Abdigjiku, që 3 herë radhazi po del në vendin e tretë, do të thotë vetë e ka vend standard. Kur e kanë largu Isa Mustafën, sepse doli i treti, e vendoset këtë standard se secili kryetari, cili ledeken e lën pozitën e tretë, duhet largohet dhe duhet hap rrugë. Prandaj nuk është ledekeja aty as për t'i plotësuar dëshirat e Vjosës për t'u rikthyer tash për t'u bërë presidente, as për të shërbyer matutje Abdigjikut, as kush nuk e kërkon botë, nuk e kërkon edhe një rast katër.
3 raste i kishte Abdi Gjiku, e përkrahen, e kritikuan, e mbështetën, e kundërshtuan, mirë po është koha që të lidhja demokratike të mbajnë një kuvend zgjedhor dhe të eci përpara. Po, sepse për ta cituar, Zotri Hoti godet opozitën se kurse as leadershipin e LDK-s thot se i gjithë aktiviteti organizohet rreth kapjes së posteve. Pra e ka lidh këtë edhe me qëndrimin e tij karshi gazet amerikane dhe ka thënë që këto kauza do duhet vazhdonin edhe tutje, jo vetëm në kohë fushate. Një mesazh që e ka dhënë Hoti edhe për opozitën edhe për leadershipin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Për kapjen e posteve, dim që u kritikua shumë edhe zonja Osmani pas deklaratës së saj më njerë pas rezultatit të zgjedhjeve, që tha që lëvizja Vetëvendosi nuk ka asnjë arsye që mos më votoj për presidente. Pa vetë fakti se ajo erdhin dhe dekekta ishin pak debut, aso nuk kisha gja kundër. Se problemi i Kosovës nuk është Vjosa, nuk është as Lumiri, po problemi kryesor i Kosovës është Albin Kurti. Dhe gjithë në ata që u bashkuan në opozit kundër Albin Kurtit, unë kam shpresuar se do t'japin kontribut. Po u pa se LDK-a nuk pati rritje. Faktikisht nuk e ka as rritjen që e kishte me non shkurt vitit 2025. Do të thotë LDK-a ka rënje dhe Vjosës nuk ju pranua ky rikthim, ndërsa qëllimi vetëm i Vjosës ishte që të mbetet presidente. Ajo pa dhe mbramin e zgjedhjeve, gjithë na merreshim se si ta largojmë Albin Kurtin, si të japim Kosovës perspektiva, ajo del të hapur aty në konferencë për shtyp dhe fliste për karrierën e vet. Tani nuk ka arsye Albin Kurti, ajo Vetëvendosa mos më votu. Çka është ajo? Nuk është deklarat shumë karrieriste, do të thotë asaj intereson vetëm ku është pozita e saj. Ajo nuk thotë se me rëndësi është që ta largojmë Albin Kurtin, dhe se ku do t'jamun është çështje e votave, e jo ndonjë variantë, ndonjë formule tjetër. Sepse Zotri Rexha, dje kishim edhe në Olnushin nga Partia Social-Demokrate, për cilin diskutuam natyrisht për këtë çështjen e deklaratës së zonjës Osmani, dhe ai tha që gjithçka që ka folë gjatë fushatës, ku thoshte se Kurti dhe Lëvizja Vetëvendosi janë persona të rrezikshëm për Kosovën, dhe në fund doli dhe haptazi tha se është e gatshme të bashkëpunojë me ta për çështjen e presidentit. Pra kjo ishte çështja se si mund të bashkëpunosh me dikë që ti e konsideron të rrezikshëm. Dhe tha që ndoshta për këtë arsye nuk i mori edhe votat që priste, sepse qytetarët ndoshta i kanë keq kuptuar këto deklarata të zonjës Osmani. Zoti Nushi ka drejt absolute. Qytetarët nuk i besuan as aty në ajo filloi që ta Kurtin ta fusnë në një debat apo në një grindje, mirë po Kurti nuk grindej vetë drejt për drejt, i kishonte ata të tjerë, ministrat e vetë, njerëz që janë të njohur për propagandë, kundër Vjosa Osmanit, pa ku teprua se shkoi deri me kërcënime, me ofendime të mëdha, sepse ata ishin bashkë deri me 28, spaku deri me 28 dhjetor, sepse Vjosa edhe vetë ka pranuar se ja ka kurdis datën e zgjedhjeve, ja ka kurdis, ja ka dhënë Glau Konjuftës mandatin pa i prezentu 61 nënshkrime, e ka mbajt një konferencë për shtyp ku e ka akuzu opozitën se është fajtore, pse po shkojmë në zgjedhje, dhe tani Vjosa me siguri se po tham gjitha këtë mundësit, këtë aftësit, këtë energjinë e saj ajo ka për ta ruajtur postin e presidentes, por kjo do të jetë tani e pamundur. Vetëvendosja nuk e voton, Lidhja Demokratike nuk mund ta mbështet me 20 vota, sepse 80 vota nuk i ka opozita. Prandaj thash edhe më herët, kryeparlamentari i takon Partisë Parë Vetëvendosjes, kryeministri i takon opozitës, pra nëse i bën 61 vota, dhe unë jam i sigurt se i bën, ndërsa kësaj radhe nuk do të shkojmë në zgjedhje për shkak të presidentit, sepse nëse nuk gjejmë një kandidat konsensual, atëherë do t'ja lëmë Vetëvendosjes, do ta merr edhe kryeministri, edhe kryeparlamentarin dhe presidentin, dhe duhet shkojmë tutje, nuk kemi kohë me këtë propozim e ka thënë edhe përparim Gruda nga PDK, i tha se nëse pozita e presidentit i takon VV-s, atëherë kryeministri duhet të jetë Bedri Hamza, sipas Grudës. Po, është e logjikshme se i pari i opozitës e merr qeverinë, udhëheq qeverinë, ajo takon me vota, kësaj radhe ka dalë PDK-a, unë kam shpresuar, jo shpresuar, por kam besuar se pas kthimit Vjosës
LDK-ja do të ketë një rritje, por ata nuk arritën me kapitalizu bashkimin e Vjosës me Abdigjikun, si duket qytetarë, votuesit, nuk u bindën se këta dytë kanë hallin e Kosovës, po e kanë hallin e tyre personal, dhe për këtë arsye LDK-ja mbeti sërish e treta. Prandaj LDK-ja do të shfrytëzojë energjitë e saj, të shfrytëzojë të shkojnë kuvend zgjedhor, dalin njerëz tjerë që janë pasë janë konsekvent, cilëve nuk u intereson në radhë parë karriera e tyre. Aty janë Hikmete Bajrami, Hoti, ka dhe shumë tjerë. LDK është parti e madhe, ka struktura çdo cep Kosovës, ka struktura dhe jashtë. Prandaj ky LDK-ja është dështuesi më i madh i këtyre zgjedhjeve pas vetëvendosjes. Kështu e shini ju. Dhe zotri Rexha, i duaj të pyesa, me që Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka pas një ngritje temin përqindje në këto zgjedhje, dhe në anën tjetër po kemi deklarime nga kandidat për deputet që kanë qenë nga lëvizja vetëvendosje, të cilët thonë se nuk kanë vot për Vjosa Osmanin. Kjo po që është e dukshme që të njëjtit nuk e dojnë Osmanin si presidente, dhe duat ju pyesë nëse shini që gjasat janë më të mëdhaja këtë herë, që ndoshta i propozimi juaj që zotri Haradinaj tjetë president i jashtëm të bëhen realitet këtë herë. Si e shini situatën? A e shini me që sipas juve do duhet i takonte që ai tjetë i president i jashtëm? Po unë besoni edhe më sigurt mos isha kandidati Aleancës, do ta kisha të njëjtin qëndrim Kashiri Ramushit, sepse atë e kemi pasë, është lojtar i madh. Ka lidhje të forta personale me Amerikën, e kanë nxjerrë ushtrinë atje. Diçka zoti Rexha, ja ishte edhe një lajm që Ramush Haradinaj është deputeti i vetëm që është zgjedhur në 14 legjislaturat, pra secilën herë gjithmonë ka qenë pjesë e kuvendit. Normal se Ramush Haradinaj është heroi i Kosovës, heroi i gjallë, ai është një ndër njerëzit, është luftetari më i mirë, më i fortë, më i qëndrueshëm, i gjallë, dhe ke pa shumë njerëz, shumë personalitete kur erdhin pikpyetje se ku kanë do ta votonin, ata u orientuan drejt Ramushit, sepse Ramushi ishte qëllimi i vetëvendosjes dhe i Albin Kurtit ishte që Ramushi të qitet nga politika, të përjashtohet. Për këtë arsye edhe unë jam kthyer nga Zvicra, për këtë arsye shumë njerëz na janë bashkangjit, për këtë arsye shumë njerëz na janë bashkuar, sepse Ramushin e shohin si njeri i cili mund të bardh mbi supë ende pesha të rënda për cilat ka nevojë Kosova. Me Ramushin me siguri se do ta kemi një shtet më të sigurt, do ta antarësohemi më shpejt NATO, edhe por unë sa e kom pa, Ramushi votohet edhe për këtë arsye se nuk është paraqit gati kurrë bllokues. Gjithmonë ka qenë racional. Sidomos me disa kauza të cilat Nikoli ka besu, po më vonë i ka vrejtë se qëndron në anën e gabuar. Prandaj njerëz të mëdhej i pranojnë gabimet. Është e pamundur me dalë dikush me bën një karrierë politike 30 vjeçare dhe me thonë unë s'kam gabu kurrë. Secili prej neje brana ditës ku jemi kështu si detyruar të bim mbi 100-150 vendime, 7-8-10 prej tyre i bim gabushëm, ose na ik treni, ose ushqemi me diçka gabimisht, ose nuk sillemi mirë me ndonjë bashkëpunëtor, me një koleg, me ndonjë klient. Kjo është natyra njerëzore. Po, kur flasim për opozitën, kë e shini themi më adekuat? Besoj që zotrin Haradinaj ju mendoni që para zotrit Hamza, zonës Osmani dhe themi kështu të tjerëve, shini zotrin Ramush Haradinaj besoj më të përgatitur për postin e presidentit? Sepse edhe e thatë edhe më herët që edhe zotri Hamza është opcion i mirë. Unë, zotin Hamza është opcion shumë të mirë për kryeministër, ai ka përvojë, është njeri i pa korruptuar, nuk ka përfolje se ka ndonjë korrupcion, nuk ka asnjë aferë, kudo që ka punuar me ndërgjegje, është profesionist shumë i mirë. Unë e njoh që nga koha e studimeve, ka qenë ndër studentët më të mirë të fakultetit ekonomik në atë kohë. Krejt kohën, pra, ajo është ekspert, ai parafërsisht mes Bedri Hamzës edhe Abdullah Hotit nuk ka ndonjë dallim të madh. Dy të vinë nga e njëjta shkollë politike, dy të vinë nga e njëjti brom, nga njëjti profesion, dy të kanë studiuar në fakultetin ekonomik dhe e kanë parafërsisht qasjen ndaj Kosovës,
me dashuri, me respekt, dhe dashuri, dhe kjo funksionan. E keni po, ata nuk ofendojnë, nuk shajnë, nuk janë që i ofrojnë gjithë bashkë, për bashkim, dhe mendoj se Bedri Hamza, po delte LDK-ja e dyta, me siguri se do të zgjedhej dikush nga LDK-ja, ndoshta dhe Lumir Abdigjiku, por partisë të retë ma nuk i takon, për post Zavens kryeministrit dhe disa postë në qeveri, nuk i takon asgjë më shumë, pra ndaj Vjosa dhe Lumiri, mas i kanë dalë në fushat, njëri kryeministër, tjetri president, është dashur të fitojnë 80% votave, e jo 16%, ajo nuk funksionon, ma do t'i ambicjet e tyne nuk do t'a pengojnë Kosovën. E qartë. Mirë, zotri Regja, i të pak të këtu ishin disa nga deklarime që u bën pas zgjedhjeve, pra numrimi votave ende po vazhdo në disa komuna, si që nga të regoj më herët zotri Elizi, unë të falenderoj shumë për këtë bashkëbisedim. Falenderit, gjithashtu ditën e mirë në Përshëndet, zotri Regjaj.